Kreu i prokurorisë së posaçme Altin Dumani ka zhvilluar një vizitë dyditore në Bruksel ku u takua me zyrtar të lartë të Bashkimit Evropian. Zyra e Bashkimit Evropian në Shqipëri ka reaguar lidhur me këtë vizitë, teksa theksoi se ajo dëshmon për arritjet e SPAK në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Më tej thekson se të gjithë bashkëbiseduesit vlerësuan forcën, qëndrueshmërinë dhe besueshmërinë e prokurorisë së posaçme, si dhe bashkëpunimin e ngushtë të tij me agjencitë e Bashkimit Evropian, vendet anëtare dhe partnerët e tjerë ndërkombëtar. Ambasadori Silvio Gonzalo u shpreh se Bashkimi Evropian mbështet SPAK-un dhe se është e rëndësishme forcimi dhe sundimi i ligjit. Bashkimi Evropian ka qenë dhe do të mbetet një mbështetës i fortë i SPAK në luftën kundër krimit të organizuar, korrupsionit të nivelit të lartë dhe mashtrimit, si dhe mbrojtjen e interesave financiare të BE-s. Ruajtja e rezultateve solide të SPAK-ut dhe në drejtimin e tij të ri në vitin 2026 dhe më tej do të jetë kyçe për vazhdimin e progresit të Shqipërisë drejt anëtarësimit në BE. Kjo është e rëndësishme për sigurinë e Shqipërisë dhe të Unionit dhe për forcimin e sundimit të ligjit. SPAK nuk mund ta bëjë këtë i vetëm, edhe institucionet e tjera shqiptare duhet të bëjnë pjesën e tyre, tha Gonzato.